kanë ardhur nga zona malore. Kanë bërë shtëpia në qytet. Edhe pa leje, pa ne i ka dhënë Berisha, si merret me Berisha. Kanë bërë vila, 3-4 kaçe, mund mes të pallateve. Po si bëhet aty? A ka një lloj konfrontimi? Unë jam banor i pallatit. Ngjitur me pallatin tim, vila, 3 kaçe, 4 kaçe, jo tha që zotin s'ka me hangër buk. E bon dhe i? E ka bë. Edhe thot s'kam. S'ka me hangër buk. Tashti unë jam me një dhomë e kuzhinë, ose me 2 dhoma e kuzhinë, qytetari, që kam ardhur në Tiranë, kam ble shtëpi, ndërsa ai ka ardhur me shtëpi pa leje, edhe me bën ligje. Pse? Kjo është demokracia. Ky është zhvillimi. Pse? Është qëllim të niveli po pavësia. Po është, jo. Janë të dyja bashkë. Të dyja janë alternuar me vite.